Mirë pra, atëherë ja ku jemi përsëri për herë të fundit, pra një ditë para aktivitetit, për me sqaru çdo pikpyetje që ka çdo shqiptar, i cili apo e cila na ka ndjekur në rrjetet tona sociale. Pra nuk po flas për gjithë shqiptarët, sepse jo të gjithë na ndjekin dhe na dëgjojnë dot, por po flas për ata që na ndjekin në rrjetet tona sociale. Çfarë do ndodh nesër në 21 gusht? Pra, kush do të vijë nesër në 21 gusht këtu në sheshin Skënderbej? Jo shumë njerëz. Jo nami. Pra mos keni merak se nuk do të bëhet nami. Se vërejmë që ka komente, komentues, nga ato që gjithmonë përpiqen të ngrenë një imagjinat që nuk përputhet me atë që kemi deklaruar dhe që kemi pretenduar ne. Nuk kemi thënë kur që do bëhet nami. E sigurt është një gjë, që në datë 21 gusht, në orën 18:00, tu në sheshin Skënderbej, do t'jem unë, Arian Galdini, nismëtari i kësaj ideje. Pra kjo është e sigurt. Nuk e di për Jani që po filmon, Jani ti do jesh? Kjo është edhe më e sigurt. Atëherë, pra ja, do t'jem unë, Arian Galdini, bashkë me Jani Nanon, tu në sheshin Skënderbej. Kështu që minimalisht folës edhe kamera siguruam. Po, pra një folës dhe një kameraman do t'jen këtu në sheshin Skënderbej. Kujdes, para se të vazhdoj t'ju sqaroj më tej, nuk do t'jemi tek kali Skënderbeut. Pra nuk do të takohemi këtu tek kali Skënderbeut, nuk do të ketë takim tek kali Skënderbeut. Tek kali Skënderbeut mblidhen flamingot. Ne nuk jemi flamingo, nuk do të mblidhemi tek kali Skënderbeut. Ne do të mblidhemi këtu. Ne do të mblidhemi tek krau tjetër i sheshit Skënderbej. Ne do të mblidhemi tek opera. Tek shkallët e operës, aty ku është flamuri i madh kombëtar. Pra do të jemi tek këndi mes Hotel Tirana International dhe teatrit të operës dhe baletit. Pra tek opera. Ka njerëz që pyesin, po pse në ato orar, çfarë është ky marshim i rinisjes dhe pse në të njëjtën kohë afërsisht me flamingot. A mos po përçani, a mos po ndani, a mos po sabotoni dhe a mund të ketë vallë matje, krahasim, përçarje apo dasi? Jo, shikoni pak miq. Ata do t'jenë tek sheshi Skënderbej, tek kali i Skënderbeut. Pra ata do të mblidhen atje tek Skënderbeu. Ne do të mblidhemi këtu, tek opera. Pra tek këndi mes sheshit Skënderbej, ku është Hotel Tirana International dhe opera. Nuk ka as matje, as gar, as krahasim, as përplasje, as përçarje, sepse çfarë na ndan në mes? Na ndan në mes I love Tirana. Pra kemi në mes dashurinë, I love Tirana. Nuk ka përplasje, mos keni merak, as përçarje, as përplasje, as konflikt, as gar, asgjë. Edhe njerë, sa do t'jen aty, tek shkallët, tek opera, nesër, në orën 18:00 apo në 6 mbasdite, e sigurt është që do t'jem unë. E sigurt është që do jem dhe unë. Pra do t'jemi dy veta, kjo është e sigurt. Pra, nesër, në orën 18:00, këtu do t'jetë Arian Galdini dhe Jani Nan. Kjo është gjëja që nuk duhet ta harroni. Pastaj, se sa do të vinë, kjo është një çështje që varet nga çdo qytetar që na ndjek dhe nga thirrja që ka zemra dhe mendja e çdo qytetari që na ndjek. Pra ata qytetarë që vinë, do ta dinë që unë, Arian Galdini, nuk kam flotilje të George Sorosit që më sjellin njerëz. Nuk kam as OJF dhe as OJQ me të punësuar apo të vullnetarizuar që sjellin njerëz. Nuk kam as grupe WhatsApp-i apo Messengeri me aktivist OJF-sh dhe OJQ-sh dhe organizatash bamirëse apo
organizatash që mbahen me financime donatorësh nga bamirës të huaj, që do të mësjellin njerëz. E sigurt është që unë jam Arjan Galdini dhe asnjë kamera, asnjë televizioni nuk ka dhënë asnjë njoftim dhe nuk do t'jap asnjë sekond pamje nga që do të ndodhë këtu nesër. Pra unë nuk kam as televizione live, nuk kam as kamera televizionesh dhe nuk kam asnjë media. As media televizive, as media gazet, as media portale që bëjnë propagandë apo që njoftojnë, apo që bëjnë informim publik për çfarë do të ndodhë nesër këtu. Unë kam vetëm rrjetet e mia sociale. Vetëm rrjetet e mia sociale. Që dëshmojnë diçka që besoj është më e thjeshta për çdo njeri që ka 2 miligram tru dhe mend, po të doni. Që diçka që nuk është në media do të thotë është pa lejen e regjimit. Është pa lejen e regjimit. A e kuptoni? E vetmja gjë që po ndodh pa lejen e regjimit do të jetë këtu. Edhe tek Hotel Tirana. Zero media, zero organizata, zero struktur, zero logjistik, zero financime, zero parulla, banera, flamuj, dekoracion, teatr, zero. Pse? Sepse nuk ka financime, nuk ka donacione, nuk ka bamirës të huaj apo vendas, nuk ka oligark dhe nuk ka televizione. Dhe këtë pyetje bëjini vetes. Nëse akuzoni oligarkët dhe pronarët e medjave se mbahen me paratë e publikut të dhëna me bujari nga buxheti i shtetit prej regjimit, atëherë si është e mundur që të gjitha kamerat e televizioneve shkojnë aty ku thirret rrëzimi i regjimit? A e besoni dot? Pse nuk vinë këtu? Pse Arjan Galdini prej vitit 2016 është i dënuar me harres dhe i ndaluar në çdo studio televizive, në çdo banak televiziv? Emri i tij është i ndaluar të përmendet nga çdo analist, nga çdo gazetar, nga çdo elitar, nga çdo politikan, nga çdo figurë publike. Pse organizimet e Arjan Galdinit dhe të rinisjes dhe të LRS janë të ndaluara të përmenden nga mediat, gazetat, portalet, blogjet, figurat publike, zërat publik, intelektualët, zërat politik? Pse janë të ndaluara? Sepse jemi të vetmit pa leje dhe këtë mendojeni. Dhe gjë tjetër që duhet kuptoni çfarë do të ndodhë nesër këtu. Nuk do të ndodhë nami, do të hidhet një hap, nuk do të bëhet nami. Do të jem unë. Nuk e di sa njerëz do të vinë këtu, ku do të jem unë. Nuk vim për mua. Çdo njeri që do të vi këtu do të vi si pjesë bërës, do të vi për veten e vet. Jo për mua, nuk dua asnjë njeri që vjen për mua. Absolutisht asnjë shqiptar të mos vi për mua nesër këtu në orën 18:00. Nëse do të ketë qoftë edhe një shqiptar përveç meje dhe Janit që do të vinë nesër këtu në orën 18:00, unë ju ftoj të vini për veten tuaj, për shpirtin tuaj, sepse këtu nuk do të ndodh nami, nuk do të bëhet nami. Këtu do të hidhet një hap, do të hidhet hapi i ndërgjegjes, do të hidhet hapi për një Shqipëri mendojnëse, për një Shqipëri të urtisë, për një Shqipëri pa leje në oligarkëve dhe klubit plashkaxhinëve politik dhe të regjimit. Pa lejen e pronarëve të medjave dhe pa kamera dhe live-et e pronarëve të medjave. Vetëm me një celular, një njeri, një celular, një vizion, një bashkim, një komunitet, një njeri që rrëzon një regjim, një ide që rrëzon një regjim, një ide që rrëzon një regjim, një ide që bashkon njerëz kundër një regjimi dhe përballë një regjimi, vetëm me një celular dhe me një grup platformë rrjetesh sociale dhe vetëm kaq. Këtë mendoni, pa leje, pa media, vetëm me këto platforma rrjetesh sociale, vetëm me këtë komunikim në rrjetet sociale, me një celular, një njeri dhe një celular përballë një regjimi. Këtë mendoni, kjo do të ndodhë nesër këtu. Nuk do të bëhet nami, nuk ka revolucion, nuk ka protest, nuk është revolucion, nuk është protest kjo që të ndodhi këtu. Është rinisje, nuk është revolucion dhe nuk është protest. Ju a them edhe një herë, nuk jemi flamingot, nuk kemi punë me flamingot. Nuk kemi patur kur punë me flamingot, nuk kemi patur kur punë. As me flamingot, as me revolucionet, as me protestat.
që ta keni të qartë në kokë. Unë jam Arjan Galdini dhe jam për urtësinë, jam për urtësinë, jam për Shqipërinë e urtësisë, jam për Shqipërinë mendonjëse. Jam për një Shqipëri të dashurisë dhe paqes, që nuk bashkohem me njerëz, se bashkimet me njerëz janë për pazare, transaksione ose përfitime. Unë bashkohem me procese dhe nuk përjashtoj askënd. Nuk ndërtoj një koalicion mohimesh. Këtu dua të ndërtoj një bashkësi pohimi. Për çfarë lloj Shqipërie jemi bashk? Jo koalicion mohimesh. Jo përjashtojmë këtë apo atë. Çdo qytetar shqiptar është i ftuar të vi këtu për me pohu çfarë Shqipërie duam. Jo për me na tregu se kë urrejnë, se kundër kujt jemi, se kë s'duam, se çfarë na mbush me mlev dhe me inat dhe me zemrat. Këtu do të jetë bashkësi e pohimeve. Por çfarë lloj Shqipërie do të jemi bashkë këtu? Por çfarë lloj Shqipërie do të nisim dhe do të rinisim nesër këtu dhe atje? Tek salla në Hotel Tirana. Ka shumë njerëz që na thonë, "O shpalosni programin", po çdo ditë ne po e shpalosim. Kush më ndjek mua në rrjetet e mia në Facebook, e lexon çdo ditë. Ka copza programi që janë çdo ditë në shkrimet tona. Ka copza programi që janë çdo ditë në fjalët që ne themi dhe shkruajmë, por edhe shprehim çdo ditë. Dhe nesër kuvendi programatik do të jetë pikërisht shpallja e programit. Dhe nuk është kuvendi i parë. Pra nëse ka një grupim njerëzor dhe politik dhe civil në Shqipëri, është pikërisht rinisja, sepse në 11 qershor 2022 ne kemi shpallur programin ton këtu në Hotel Tirana. Ky është zhvillimi i mëtejshëm, është modernizimi, është përditësimi i programit ton që do të shpallim. Është programi i dytë më i zhvilluar. Pra kjo gjë është e vërteta që njerëzit duhet ta dinë. Pse s'na keni parë nga dolëm, po nuk është faji ynë, pra jemi të dënuar me harres. Doni të na bëni fajtor pse nuk na njihni. Doni të na bëni fajtor pse nuk bëjmë pakt me regjimin. Pse nuk bëjmë marrëveshje dhe pakte të fshehta dhe konsensus të fshehtë me pronarët e mediave, me oligarkët që të na nxjerrin televizionin që të na njihni ju. Po nuk mund ta bëjmë dhe nuk duam ta bëjmë o njerëz të mirë. Ne jemi përballë tyre dhe pik. Ne jemi përballë tyre dhe jemi këtu vetëm me rrjetet tona sociale dhe mos na kërkoni më në media. Nuk dolëm sot, kemi 6 vjet që jemi çdo ditë në veprim. Nuk lindëm sot. Nuk shpërthyem si kërpudha, beftas apo si kokoshka një ditë të bukur. Madje 5 vjet më parë, në 21 gusht 2021, ne ishim me qindra këtu. Në këtë shesh, ku marshuam dhe asnjë kamera e televizioni nuk u dha shqiptar. Këtu në Hotel Tirana kemi bërë disa 10 takime, prap me qindra shqiptar, që vinë vetëm nga një celular, një faqe Facebook. Dhe këtë të vërtet, le ta themi, nesër do rinisim, por do rinisim gjithnjë më të qartë, duke thënë shqiptarëve, nëse deri dje ne e lini një port hapur për media dhe u thoni mediave, ejani, tani nuk kemi nevojë, jo se u andalojmë. Nëse duan të vinë, mirë se të vinë. Nëse duan të dëshmojnë, ne nuk jemi kundër mediave. Por nuk duan të bëjmë as kompromis dhe as pakt. Po duan të vinë të dëshmojnë nesër, 21 gusht, ditë e premte, ora 18:00, këtu tek shkallët e teatrit, poshtë flamurit madh kombëtar. Tregoj pak flamurin kombëtar. Poshtë flamurit madh kombëtar, tek shkallët, tek opera. Këtu do t'jemi ne, unë dhe Jani. A do vinë 5, a do vinë 50, a do vinë 100, unë nuk e di. Unë dhe Jani do jemi këtu. Ato media dhe ata shqiptarë që duan të dëshmojnë na gjejnë këtu nesër në orën 18:00. 21 gusht. Ja rinisim përballë të gjithëve. Jo si protest, jo si revolucion, por si rinisje. Unë jam Arjan Galdini dhe unë jam rinisja. Dhe nuk ftoj askënd të vi për mua. Nëse jeni të gatshëm që t'ja rinisni dhe të pohoni një Shqipëri si e doni në mendjen dhe në zemrën tuaj, bujrum. Kush është për një bashkësi pohimesh, ja rinisim këtu. Kush është për koalicion mohimesh, takohuni me flamingot tek Kali Skënderbeut. Kush është për një Shqipëri pohimesh, na gjen këtu. Nuk ka përplasje, nuk jemi kundër tyre se nuk kemi qenë kur pjesë e tyre. Nuk kemi si të përçajmë diçka ku nuk kemi qenë kur pjesë. Përçarjet vinë nga brenda, jo nga jashtë.
Unë kam qenë i qartë gjithmonë dhe nuk kam qenë kur pjesë e tyre dhe asnjë nga ne nuk ka qenë kur pjesë e tyre dhe nuk kemi qenë kur me ta. Kemi qenë ndryshe. Nuk kemi qenë kundër tyre gjithsesi, por as me ta. Kemi në mes I love Tirana, mos keni merak, paqe, ne jemi për paqen dhe për urtin këtu. Nuk jemi as për garë, as për pushtet, as për kultuk. Jemi për një Shqipëri mendojse. Shihemi nesër në 18:00 këtu.